Citim: Walter Ulbricht. Disa javë më parë, shefi i DTR-it tha se askush nuk ka ndërmend të ndërtojë një mur. Kjo ishte një nga gënjeshat më të mëdha në historinë gjermane. Pas vitit 1945, Gjermania humbi luftën dhe u nda nga fuqitë fituese. Pra, perëndimin e mori SBA-ja, Britania e Madhe dhe Franca. Lindjen e mori Bashkimi Sovjetik. Edhe pse Berlini ndodhej thellë në territorin sovjetik, edhe ai u nda në 4 sektor. Kjo e bëri Berlinin një pikë shpërthimi politike mes ideologjive, kapitalizmi dhe komunizmi. Pra, Gjermania u nda në 2 pjesë. Në vitin 1949 u krijuar zyrtarisht Republika Federale Gjermane, demokraci dhe ekonomi shumë e fortë. Ndërsa pjesa tjetër e Gjermanisë, Republika Demokratike Gjermane, DDR, regjimi komunist, kontroll shtetërore. Në lindje, mediat ishin të cenzuara, udhëtimi i kufizuar, policia sekrete shtati shpiononte qytetarët, pasoi mbi 2.5 milion njerëz ikën nga linja në perëndim, shumica përmes Berlinit. Me 13 gusht 1961, pa paralajmërim, ushtarët mbyllën rrugët, vendosën tela me gjemba, familjet u ndan brenda natës. Më vonë, telat u kthyen në mur betoni, kulla roje, zona vdekje. Qeveria e lindjes e quajti murin mbrojtje kundër fashizmit, por në realitet ishte burg për popullin e vet. Njerëzit provuan gjithçka: tunele në tokë, balona ajri, kamionat e fshet, kërcime nga dritare. Të paktën 140 persona u vranë duke u përpjekur ta kalonin murin. Rojet kishin urdhër që të qellonin për të vrarë KD që provonte që ta linte lindjen e Gjermanisë. Në vitet e 80, ekonomia e lindjes po shembej, protestat masive në qytete. Bashkimi Sovjetik dobëtohej. Njerëzit filluan të kërkonin liri dhe udhëtim të lirë. Rënja e murit. Një zyrtar i qeverisë bëri një gabim në një konferencë për shtyp duke thënë se kufijet hapeshin menjëherë. Turmat shkuan te muri, rojet të hutuar hapen portat. Njerëzit u ngjitën mbi mur, qanin, festonin. Muri ra pa luftë, vetëm me presion popullor. 1990 Bashkimi i Gjermanisë, fundi simbolik i luftës së ftohtë, rënja e regjimeve komuniste në Europën lindore, sot vetëm disa pjesë të murit ekzistojnë si monumente kujtese. Pra, muri i Berlinit na kujton se asnjë mur nuk mund ta ndalë përgjithmonë dëshirën e njerëzve për liri.